Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Sot 7 një info ftesë edhe për këtë të njëjtë. Do të kemi sonte një emision që do të ndajmë pikërisht personin e ftuar mes asaj që shkruan letërsi, por edhe asaj që shkruan për kineman. Kam kënaqësinë dhe nderin të kem në studio sonte shkrimtarin dhe skenaristin e filmit artistik Julliet Aliçka. Zoti Aliçka, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur në info ftesë. Në fakt është shumë luks për mua që ju kam sonte. Faleminderit edhe për mua është luks, është hera parë që vinë në këtë televizion që kam dëgjuar shumë për televizionin tuaj. Ju njoh si emër nga larg edhe është ky rast me këtë rast është kënaqësi e dyfish që erdhe edhe këtu. Me sa di keni pasur një kontakt me pronarin ton, zotin Bayram Fezullari, në përpjekje për një skenar filmi rreth artisjes familjes Fezullari. Shiko, për televizionin kam dëgjuar shumë shpejt, për televizionin e Pogradit, se jeni nga të parët private, lokale që ashtu. Kurse me Bajramin më ka lidhur një bisedë, goxha me atë rasimi një orë mi bërë dhe miq, mbi historinë e familjes Fezullari dhe u propozova të bëj një skenar për jetën e tyre. Jemi në proces me sa di unë, sepse unë kam bërë skenarin, po jo regjin do e bëj dikush, më duket një regjisor nga shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Shpresojmë të kurorzohet, edhe atëherë do kem rast vi prapë. Po patjetër, do jetë kënaqësi t'ju kem sërish në studio. Në fakt, jeni një emër që e di pse po mendojmë, jeni një emër që është shumë interesant për letërsinë. Një emër përtej emotivitetit, dua të them që i ka kaluar barierat e mosnjohjes. Pra jeni ndër njerëzit që sigurisht funksionon letërsi me yt madhe. Shikoj, emri im është i vështirë Julliet. Po më që po nisem nga emri dhe kam pasur gjithmonë problem këtë gjë. Faleminderit për fjalën që thoni, është e vërtetë që shikoj kam nisur si sport, se unë jam biolog në formacion, pedagog. Okej. Për të mbetur mes letërsisë dhe botës së shkencës, zakonisht talentet, unë kur kam qenë dikur mësues gjimnazi, maturantët më të mirë kanë qenë ata që vinin nga shkencat eksakte për pjesën e letërsisë. Ndoshta edhe kjo lloj koincidence ka bërë që ju të ndani pjesën e shkencës, pra biologjisë që keni studiuar, letërsisë si talent për zhvillimin e vlerave letrare. Shiko, çdo rast është i veçantë, nuk është se mënyra se si bëhesh shkrimtar, si futesh letërsi, secili ka një mënyrë të tillë, besoj se ka ndonjë rregull universal, pra nuk është e domosdoshme, sa kam kuptuar, nuk është e domosdoshme të studiosh letërsi për të bërë shkrimtar, ose nuk duhet të jesh shkrimtar që të dhe anasjellas, po unë se besoj që ka pasur në një lidhje, janë rrethanat, unë kam filluar shkruaj vonë nga rrethanat, kam filluar shkruaj nga viti 97, 98, për herë të parë, jo se më lidhi nga shkencat. Në shkenca bëra atë që kisha mundësi që më dhanë biologji, kimi atëherë për studiuar dhe bëra, u avancova me tekste shkollore, u bëra doktor shkencash, dhe ndoqja dhe aktualisht unë jam pedagog në universitet për didaktikën e shkencave, psikologjinë e shkencave të natyrës, po thash, letërsia më erdhi rastësisht, brezi jon, ju jeni shumë mirë se mua, po brezi jon është dalluar që ka lexuar, pra kemi lexuar vërtet, nuk është e rasti i veçantë, dua të them që kam lexuar unë, po brezi jon ka lexuar shumë. Sigurisht kjo lloj kulture ushqyese ka ndikuar patjetër. Kjo, mendoj kur vras mendem ndonjëherë pse po unë kam shkruar pak e vërtetë, po është ajo që thatë ju më ka ecur, po ja ndjej shihen e të shkruarit. Suksesin letërsisë. Po ja ndjej tash aq sa ka hapësirë letërsia. Do me thënë, pyetja ime e drejt për drejt ishte, jo se është një shembull, le të themi, që është i përgjithshëm tek të tjerët, por ndodh ndonjëherë që ti ke talent letërsi, por talentin sigurisht e ke edhe në fushën e shkencave. Dhe unë drejt për drejt pyetjen e kisha tek fakti që ata maturantë të cilët kanë qenë tek shkencat eksakte shumë suksesshëm, ishin të suksesshëm edhe në letërsi. Në prirjen e tyre. Ndoshta mund të ketë në një vend për përgjithësim, nuk e kam menduar ndonjëherë, di që edhe unë kam qenë shumë i mirë
në shkencat eksakte, unë kam dalë me mesatare të lartë, atëherë më duket ma ka prishur diçka po me 9.9, gati 10 e kisha mesatarën, isha mirë në këto lëndët matematikë, stereometri, se që kanë qenë në kimi molekulare. E di që kam qenë mirë me këto, po pasaj momenti që kalova në letërsi që do të thesha rrethanat, rasti, ka qenë krejtë rastia. Nuk i kam vënë vetës në herë qëllim të bëjshë shkrimtar, pasaj unë e kam filluar shumë vonë, nuk kam kaluar ato rrugën klasike të bërit shkrimtar me poezi, nuk kam shkruar ndonjëherë poezi për shumë. Keni kaluar direkt në prozë? Në prozë. Kujt ja keni treguar për herë të parë dhe ju ka motivuar? E kam treguar shpeshherë këtë gjë. Unë kam qenë në vitet 95, 96, kam qenë burokrat Ministrinë e Kulturës edhe shkoja shpesh në Këshillin e Evropës në Strasburg dhe një nga ato në darkë mbrëmjet mbaronte mbledhje, siç janë tradita, mbledheshin në ato restorante bashkë gjithë delegacionet. Dhe secili tregon pastaj në këto darka, secili tregon nga histori nga vendet i tij dhe unë rastisht tregova këtë historinë me bënim parulla me gurm në përmale, me parulla politike dhe po tregojem gati që histori qesharake dhe mbaj mend që qeshën shumë aty, që mënyra se kur e kishe mirë me drejtorin ose sekretarin e partisë shkollës, t'jepte parullë shkurtër në malë. Edhe tjerët do duhet ta bënin më të gjatën. Dhe ato që kishe i natë për shumë, kishe një mësuese të bukur që në fillimisht i dha drejtori, dhe këtë tregovon, i dha drejtori një parullë shkurtër, lavdi më lës, mbaj mend, lavdi më lës, lavdi i marksizëm-leninizmit. Po kishe 4 shkronja, kishe pak punë, 5 shkronja, 6 shkronja, kishe pak punë dhe mas 6 muash i ndroi drejtori dhe i dha një të tha që siç ka thënë shoku im në Kongres e Shtetit, mbaj mend, parulla që e kështu të mendojmë, të punojmë, të jetojmë si revolucionar. Dhe gjithë e kuptuam që drejtori si kishe ecur simpatia, komplimentet me ashtu. Pra përkthimit të themi në jetën e përditshme rutinë i ideologjizimit, lavazhit trurit që e quajnë larje trurit, indoktrinimi i përkthyer në jetën e përditshme në një fshat vogël. Ngjiti dhe ju bëri sukses me parullat me gurm. Ngjiti shumë sepse mbaj mend kështu rrodhe. Më kanë në dorë libri, ju e ka qenë një botim i Toenës i dikur shumë. Në fillim u botuan në Francë sepse ndodhi kjo gjë që aty në darkë, të nesër njëri nga ata më tha, ore, shiko, aty që na tregove mbrëm se u shkrim gazet e qysh e tek, a mund na, si për këtë ideologjizimi tepruar në jetën e përditshme. I thash, po pse, sepse ne kemi tha një revistë Agon Editeur, mbaj mend në Marseille, një revistë. Duam ta botojmë. Edhe duam ta botojmë. I thash, unë s'kam shkruar ndonjëherë, po shkruaj. Mu bë qefi, u përkthela, më duk në Francë, po ta dhe u ktheva në Shqipëri, shkruajta e përktheva, nuk e përktheva vetë, ma përktheva një shoqe, e çova e botoj. E botoj dhe tha me që rreti i lektorëve, i lexuesve të revistës sonë pëlqyen, tha mund na nisësh 2-3 tjera, thash po s'kam. Po tha, gjësha ishe aftë, bënje një kujtoj historitë të jetës sënë, dhe ashtu e bëra. Shkruajta 2-3 tregime tjera, ja nisa, i botoj të treja, u botuan fillimisht në Francë tregimet, pastaj i botova kur bë një vëllim me 12 tregime. Më pas keni histori me ndërkombëtar? Më pas, jo, fillimisht shumë tregime dhe ato i kam përzorur sepse vje për kuriozitet jo më larg, para një 2 javësh më propozuar një shtëpi e mirë botuese në Itali të bëjnë ato që quhet the best of ose tregimet më të mira, selected stories, si thua, dhe do i përmbledh, unë kam botuar në disa vende. Janë bërë dëshim mbi 12 gjuhë huaje që janë 12 vende që janë botuar tregimet, flas për tregimet, dhe tash i kërkojnë prap më kthyen shija e tregimit sepse më kërkuan të bëjnë një përmbledhje tregimesh më të mira nga kam unë mediat ndërkombëtare, si duket gjykuar nga mediat shkrimet që janë bërë në media, në për Le Monde, Frankfurt Allgemeine Zeitung, nga këto gazetat kryesore kanë shkruar. Dhe sidomos në Poloni. Në Poloni ka pasur shumë shkrime për parullat. Dhe tashim kërkojnë këtë gjë. Por pasaj pash këtë që bas tregime më thonin të gjithë që duhet nuk e si tregimi është si poezia që ka rënje në tregun e leximit, ju e dini më mirë se ju jeni merrni me atë punë. Por dhe ju futa romanit, nuk jam shumë nuk ndjem shumë i zhdërvjedhur dhe i sigurt, por që Gucova dhe prap dhe romanet janë, nuk kam bërë deri tash
tre romane, po katër më duket. Po? Të katër janë përkthyer, janë pritur mirë në Francë, në Itali, në Norvegji, është pritur. Vërtet me roman kam shkruaj rrallë vërtet, ku bënja 4 vjet që botova të fundit. Jo, vjet botova këtë histori njerëzisht të zakonshme, është një roman i vogël. Pa ju botua për njerë në Itali, u prit mirë, në Francë del tashin tetor. E kjo është aventura ime letrare. Sukses shumë në letërsi, sukses shumë në kinema. Me 3 filma të gjatë, mos ecën mirë, po ecën mirë, këto, sidomos shoh këto impaktin ose jehonën jashtë, për shembull, javës tjetër nisëm në Arabi Saudite në panajirin e Riyadit, është panajir shumë i madh i librit ndërkombëtar, sepse janë botuar në arabisht. Pra janë këto gjuhët egzotike që po më japin kënaqësi. Janë botuar në persisht në Iran, por në Iran nuk vete dot. Në Kinë, do të them që zjerohet geografia emri është ndërkombëtarizuar. Dhe shkon pasaj bën si thon francezët, buldonezh. Keni një agentin tuaj letrar? Aktualisht e kam, por shumë vonë. Shumë e vështirë për ta pasur. Aktualisht është bërë, kam të shtuar disa herë me agent, kam qenë afër agentëve shumë mëdhenj sepse ka të bëj shumë me arsye që thotë. Për shumë Lea Ypi që po bën një bum të madh është për merit saj, po bëj dhe merit e agentit shumë fuqishëm. Randall, si që është botëror, shumë i fuqishëm. Dhe kam qenë disa herë pranë agentëve shumë të fuqishëm, e diku janë për këto panelet e mëdha, janë gjatar ata. Më kthenin, më thonin po, e vendosin, pastaj thonin jo Shqipëria gjuhë e vogël e gjuhë tek. Tani më është bërë agent letrar shtëpia botuese italiane që do më botoj, është një Castelvecchi, që më boton këto, ka botuar 2 romane dhe këto me tregime, dhe ata thanë me që po na ecën shitja, na i shit neve të drejtat, ne do të përfaqësojmë botë. Tash ka filluar veprimtaria dhe ajo është gjë e madhe sepse nuk kam më fuqi ose nuk kam hapësirë dot, se nuk ke impakt hapësirë për të botuar për të gjykuar në gjuhë, themi kiliane, në gjuhë këteja për të shkuar në gjithë botën. Tash e kam një agent dhe jam i kënaqur. Dua t'ju bëj një pyetje tjetër me që jemi tek pjesa e letërsisë, pa u futur tek pjesa e kinemas. Tregimet, ju ka ardhur ndonjëherë ndërmend t'i bëni romane, t'i zgjasni? Jo më kanë, po i kam bërë, kështu i kam bërë se... Kam idenë e Kadares që nga tregime novela e novela roman. Për këtë kam dhe kritika, sepse e vërtet është unë shkruajt që... E di pse u bre këtë pyetje, pa ju ndërprer. Ndonjëherë kur merr atë impaktin e mirë, të letërsisë mirë, në tregim do që të zgjasin gjërat. Dhe nuk e di pse më ka ndodhur në faqet e librave tuaja me tregime që të zgjaste atmosfera e tregimit. Eksaktësisht kështu është. Madje kam bërë një roman që unë kam për zëmër, po që metamorfoza e një kryeqyteti, kam zgjeruar 1 ose 2 tregime. Këtë që po shkruaj tani, jo ky është origjinal, po një tjetër Valsi Lumturis, prap kam zgjeruar tregime. Ky histori njerëzis të zakonshëm kam zgjeruar tregime. Gjë që kjo përkthyesja për shembull botusja polake më kritikoi, tha jo, dua diçka të re, tha nuk preferoj këtë gjë. Ndërkohë, ose e kam pavësi për të gjetur tema të reja, po nga që janë temat e tregime që më kanë pëlqyer. Por pastaj më vonë u justifikoha me këtë që dhe Ismail edhe Kadareja e ka bërë shpesh. E kanë një lloj metode letrare këtë pjesë. Është dhe i farë, mund ta quash dembelizëm, por është ajo që tha ti, kur e ke një tregim të bukur, ke qejf ta zgjerosh, nuk të le tregimi më. Jo në çdo rast gjërat e zgjatura funksionojnë okay. Ndonjëherë thua inaf edhe, por ndonjëherë ndodh që do, edhe kjo ndodh me letërsinë tuaj, për te emotivitetit tuaj. Po, kështu është. Do që të zgjasin faqet e tregimit. Dhe nga njerë gati sa dyshoj kjo, se njohëm edhe vete në këto raste që aty forcën e pas kam pasur ke tregimet, ke gjetje e tregimit, e pas ajo më shërben si... Po unë edhe romanat që i kam të shkurtur, nuk i kam më shumë se 150 faqe, 130 faqe. Po diskutoj një ditë me Ben Blushin dhe Beni nga romanet e Trasha Otello e këta,
Më tha, I fundit është shumë pak. Shumë pak, edhe atë po ngushëllonim njëri tjetrin, nëse kështu është letërsia, kështu duhet jetë. Po, ndoshta kështu është dhe frymëzimi ndonjëherë. Kjo do jetë qasja, mund të jetë, shiko, mos e zbukurojmë veten, po mund të jetë edhe një lloj pavësie për të bërë një përshkrim fin, ose personalisht nuk jam partizani përshkrimeve të gjata, ose e ndjej veten pa aftë, po më intereson ngjarja, dialogu, ke dialogu e kam. Në fakt godisni me përshkrimin e shkurtër, aq sa është I personazheve. Kjo më ngushëllon, kështu është. Këtë kam, e ndjej veten, ndjehemi sigurt, po të më thuash zgjeroje, nuk e bëj dot. Në atë shtrat ndjeni mirë. Ndjehemi mirë edhe I sigurt, që pra duhet të përcjell aq sa kam parasysh shumë lexuesin, shpeshherë shkrimtarët nuk e kanë parasysh, atë shkruajnë çfarë ndin vetë, po unë sigur jam vetë që po e lexoj edhe deri ku mban deri durimi I tyre, ose që mos mërziten që të fillojnë nga shkrimi yt, duhet përpiqem të ruaj sensin e masës. Ndofta ky është edhe një alibi për të ngushëlluar vetë, po për të mos... Ju këto ditë ndodhen në Pogradec, Festivalin Ballkanik të filmit, dhe jo më larg se sot keni pasur një workshop për shkrimin e një skenari filmi artistik. Po, është ky festivali më ftuan që kishte një prani, unë nuk e mendova që do kishte interes. Pra si kthehet një vepër letrare në skenar, kjo është përvoja ime. Ndoshta do doja disa momente të qëndrojmë këtu. Sa është vështirë një vepër artistike të kthehet në skenar filme? Kur e bën autori. Po. Ndërsa kur e bën regjizori, pastaj mbi një motiv apo mbi disa motive të veprës është tjetër gjë. Po sa vështirë është për autorin në një vepër letrare ta kthejë atë në skenar filme? Kurse një duket e vështirë, po jo, shiko, po të ruash, ai që shkruan librin, për shumë autori I librit, në rastin tim, unë e di çfarë duhet përcjell. Themën e Akilit. E di çfarë duhet përcjell dhe deri ku duhet shkojë mesazhi, çfarë mesazhi kërkoj të jap nëpërmjet asaj vepre, dhe Gracka është ana teknike se si e përshtat këtë në dialog skenar filmi. Kjo do dhe një kulturë kinematografike, pra që me kemi parë filma. Kjo kulturë tek ju është e fituar? E fituar. E fituar se është teknik. është teknik. Unë nuk kam teknikën e regjisë, po teknika e kësaj skenarit... Flas gjithmonë për skenarin letrar, jo atë regjizorial. Atëre ka shumë ngjashmëri me letërsinë që shkruan. Pra nuk është e kapërcimi I madh, është ajo që po pyesim ju. Dhe ti mbetesh tek ato që do të thuash? Ke ato që dua të them, por duke ruajtur, dikush është rreziku, Gracka është duhet të ruash koherencën e të tërësisë ku do të përcjellësh, sepse shpeshherë mund të po përdori fjalë shkapërdahesh, hallakat zhgurton, po dhe del nga ajo që do ashtu është teknik tjetër, ose është gjini tjetër artistike, dhe ti shpeshherë do koordinosh, do kesh mend ke imazhi, dhe ka rrezik pasaj shpeshherë që të kapësh me efektet e imazhit, do dalësh nga koherenca ku do dalësh. Unë të themi skenari letrar, këtu kam dhe debat shpeshherë me tekniko-regjizorialet, me regjin, qasja ime për të ruajtur mesazhit dhe mënyra se si do e përcjellësh, ka të bëjë dhe se mënyra si po e shkruaj unë, po ka kryesisht imazhin që përdor regjia. Pra është një harmoni, një punë e përbashkët, që filmi pasaj është I regjizori. Sa kohë ju merr një skenar filmi juve si autor I një vepre letrare? Pra, duke ditur që ku je, si shkon, tashmë gjërat janë pothuajse në kokë dhe të gatshme. Kur e kam të gatshme veprën letrare, nuk më ha shumë. Nuk ju ha shumë. Nuk më ha shumë se dialogjet I ke aty brenda, dhe skenarit në punëshar është dialog. Ka ndodhur që keni ndryshuar gjëra ndonjëherë, të paktën në 3 skenarët e filmave të mëdhenj me metrazh të gjatë? Ndodh shpeshherë. Së pariherë ka specifikën e saj kinemajër ti për shumë, që ose roman do thua që a I mendon të këshu, në film s'ka qërë, se loj mendimi. Film është qa vepron. Duhet veprimi. Veprimi imazhi, dhe dialogu, dhe qarë thua. Por ajo që thoni ju më ndodh shpesh, është, por në sensin që, po ta shkruanja, pra jo nga të specifike skenari, po nga
nga vetë përmbajtja e letërsisë. Po ta shkruajnë edhe njërë këtë roman, më dalin ide të reja, se sa herë ta shohësh një roman. Fillon njëri. Po një të gjë del me skenarin, duke shkruar, them po t'i kthehem romanin do e kisha rregulluar kështu. Pra më dalin idera nga letërsia, jo nga specifika e skenarit. Se është pyetje teknike kjo që bëhet, po kështu më ndodh. Pra e ndryshoj, po ta kisha këtë ide, ta kisha ndryshuar edhe në roman. Sa i pranishëm është regjizori me idetë e tij kur ju shkruani një skenar? Kjo është rast pas rasti, pastaj këtu hapet një pyetje garac këtu. Unë nga mungesa e përvojës shpesh kam pasur dhe problematika kam qasjen time, regjizori ka qasjen e tij dhe këtu është sa mendje hapur jenë të dy palët. Sa përfitojnë të dy kur punët nga njëri tjetri, sepse qëllimi është një, që të dy fitojnë. Përveç open mind, sa pe lëshoni ju ndonjëherë përballë regjizorëve? Juve më thatë në një bisedë paraprake jeni kokë fort, në kuptim më të mirë të fjalës, sa keni guxuar dhe keni bërë gjë për t'i shpëtuar ndërhyrjeve të tepërta? Shiko, nëse lule plastike. Nëse para se të kalojnë ke lulet plastike, mua më quajnë skenarist grindavec. Në sensin më të mirë të fjalës që kërkoni të dalë tuaja. Që duhet qasja ime të jetë ashtu. E vërteta është ka ca standarde. Regjizori është i pari dhe i fundi pasaj. Pra ti duhet dish të tërhiqesh i kënaqur e i pakënaqur. Pra më ka ndodhur shpesh jam tërhiqur i pakënaqur. Kam thënë që unë s'do e bënja këtë, ju po e bëni, po është e drejta ai fiton se ai është regjizori, është i pari dhe i fundit. Atëherë përballë këtyre problematikave, përplasjeve, ides, secili është mendje, janë dy mendje të ndryshme, që do i sjellësh, atëherë u detyrova ta aventuroj, thash bëra një aplikim, i thash shiko Malini, e vërtetë nuk e mora unë nismën, Bernd Renika, aktori i cili është lexuesi i librave të mi, më merri ditën tha Oleta, më pëlqeu shumë një tregim, tha hajde ta bëjmë film për mua. E bëjmë thashë, po gjejmë regjizorin. Tha jo, regjim bëjt ti, tha se çketi, tha ti bëj skenarin. Dhe është fjala për lule plastike. Dhe është film me metrazh të shkurtër. Shpejm të mesëm u quhet dhe kur kishe aty burare aplikova dhe më mbështetëm në fatmirësisht. Më vjen keq që unë nuk e kam parë edhe pse po bëjmë këtë intervistë, por shpresoj që të jetë film i suksesshëm. Ja u dërgoj, madje kanë të drejtat unë, mund ta shfaqnin dhe si televizion edhe. Ai ka ecur, ka është vlerësuar në Holland, vlerësuar shumë, në Amerikë u shfaq. Është film i mirë, se po bëj autopromocion, por konkluzionin desha të them këtë mesazh që kur kisha aktor të mirë si Berti, kanë mjeshtri aktori me përvojë, se Berti u bë dhe sebebi. Morëm një grua që është vërtet super talent, po Zana Prifti është një nga Lushnja, nga aktore përsosur. Po e merr shumë ky Genti Koçi, që Genti. Ai është zbulimim hapur, por ka qenë persekutuar dhe ka qenë margjinuar. Por ke pa rrullat, ka luajtur vetëm e futa unë ke një rol Binda Giovannin atëre, diku aty ke ato mbledhet që ziheshin aty për leshi ky Berdanika do bënte me Vietnam, jo e bëj me Vietnam, jo se bëj me Vietnam, Vietnami do vetë dhe ngrihet kjo thotë çiko në fundja është fjalë të asaj këngë popullore Bjeri me Vietnam Bjeri. Do i rikthehen filmet edhe do e fiksojnë. Edhe ajo është aktore përsosur. Atëherë ç'bëra unë me lulet plastike, Berti tha e bëj unë roli kryesor. I thash do fusim Zanën, mirë tha Berti e njifte. Edhe kanë bërë të dy një tandem. Fantastik. Një çift, se gjithë filmi një çift është. Çift plesh. Është film prekës, po konkluzioni çfarë ishte? Se unë bëra edhe regjin, pse? Sepse është ajo që thash, më linin të ashtu. Shpresoj që edhe shikuesit tanë ta marrin këtë emocion, fal zemërgjërësisë, po i quajnë në këtë mes të dërgimit filmit për ta shfaqur me drejtat plota tek sot 7. Dhe të falenderoj mirë. Ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë, do kalojmë publicitet, do kthehemi në pjesën e dytë tek skenaret e filmave që kanë pasur sukses, jo vetëm në Shqipëri, por edhe tregu ndërkombëtar. Publicitet. Kleenex i ri Spray Power Foam pas bardhues, me shkumën super të fuqishme që heq lehtësisht kalkaren, ndërkohë që spërkatë në pozicionin nga lart poshtë për dezinfektimin e vendeve edhe më të vështira për t'u arritur. Kleenex.
Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqesinjt me Dardanët. Birra Vatan na bashkon. Kur dëshiron më të mirën për familjen, zgjedh vendin ku cilësia dhe kursimi ecin bashkë, me oferta të përditshme dhe çmime konkurruese. Nga zgjedhjet e mençura për kujdesin e shtëpisë, tek shporta plot me ushqime. Gjithçka që të duhet në një vend të vetëm. Interspar Emeran, rruga 5 Maj, Tiranë. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë? Shauma e re Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plot të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. E re, Shauma Stronger for Longer Hair. Të krijuar që të pastrosh dhe të freskosh tualetin ton. Pastër, freskët, vrullshëm. Breslënse. Apo jo? Por ka një mënyrë më të mirë Brev. Brev Power Active. Çdo shkarkim uji aktivizon fuqinë e tij për të mbajtur tualetin të pastër dhe të freskët 24/7. E domosdoshme ta kemi. Provo Brev Power Active. Brendi më cilësor e më i madh i lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall. Të nderuar miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Infoftes, gjithmonë këtu në televizionin Sostat me mua Vion, të jetë i ftuar në studio një ndër emrat e mëdhenj të letërsisë, Julieta Liçka. Zotja Liçka, tham do të mbetemi te kinemaja. Si lindi ideja e përshtatjes së tregimit në film? Ja u kërkoi Gjergj Xhuvani, i ndjeri Gjergj Xhuvani, apo ishit ju ai që kontaktuat edhe i that ta bëjmë film? Jo, në rast, shikoj, janë rast pasardhë, për shembull, ndërkombëtarët më kërkoi Pluton Vasi, regjizori. Ke parull aty, mund ta thuash që është bebja ime kur i thon. Mbasi botova librin në Francë, më kontaktoi një producent francez dhe tha e bëjmë film. Ta bëjmë film ta mua dhe mund ta kthesh tha në skenar. Natë unë se atëre që skenari i parë se nuk kisha shkruar unë. Dhe thash nuk kam bërë në shkollë skenari. Jo thatë ty jap modele unë dhe më dhan modele. Dhe ty jap disa modele. Dhe unë edhe në Shqipëri madje më dhan model Piero Milcani dhe Teodor Laço. I morën 2 skenare të dyve dhe pash si model, si teknik. E shkruajta dhe u aplikua në qendrën e filmit francez, në sens se gjuhë, dhe qendrën kinematografike franceze. Dhe nuk u realizuat, ja? Jo, atje fitoj fondin. Fitoj fondin. Atëre më thot ai producenti francez, tash i tha gjejmë një regjisor shqiptar. Dhe si qelloi që ishte Xhuvani? Po. Pastaj është histori e gjatë, fillimisht e Sajmir Kumbar, u përplas Sajmiri me atë për probleme ndryshme me producentin francez, atëre duke dalur si është rasti rrethanat, po dilnë sa po dola i mërzitur më thaj francezit, hajde gjejmë sepse fondet janë, thonë, na digjen fondet, gjejmë një regjisor të ri shqiptar. Dola unë takoj Adhurim Lakon, vllai Bujar Lakos, ka ndruar jetë dhuro.
Dhe i thash Durrës, si është puna, s'kisha ne i përvojnë kinema, i thash, kemi kap na kam pushtetur Franca, një film me producent francez dhe na duhet një regjizori. Dhe ai më tha, ore, ai rindi gjithë ditën me Gjergjin. Tha, ore, unë e njeja nga jati, Dimitër Gjuvani, kam pasur miqësi me Dimitrin. Tha, kemi Gjosho i Gjuvani. Edhe unë kam fakt një intervistë të bukur me zotin Gjuvani, Dimitrin. Dimitri ka qenë burr fizik shumë. Dhe edhe shkrimtar shumë i mirë. Dhe më thotë, të japim Gjergjin, më rregull thash. E takuam Gjergjin, Gjergji u lumturua, u gëzua se ju dha një projekt i gatshëm. Më falenderoj, me Gjergjin kam bashkëpunuar një periudhë kur bëri atë tekniko-regjizorialin, më ka dëgjuar shumë. Më ka dëgjuar shumë se ishte histori autobiografike. Jo, Gjergji s'ka qenë atë kohë kur e mori Jo, për ju në kontakt. Po, sepse kishte këtë frymën që me që ishe autobiografike si ngjarje, më dëgjoj shumë. Ose qasjen time, themi ironike, se aty ka ironia parullat. Dhe kështu lindi, pasaj u bë koproduksion, bashkëprodhim, Francë, Shqipëri, producent francez me produksion edhe Gjergji ishën produksion me ato Tasellarin. Dhe pasaj filluan xhirime s'pavarën më për hir vërtetës. Dhe unë ndjeva një qik i zhgënjur, thash, ore, një minutë, s'pontrase, por fillimi e mbarimi kjo është e drejta i takon regjizorit. A i thot, tash i mjaft, unë mora atë qa kisha nevoj unë për të... është e drejta ti. Dhe kur keni parë ju filmin, a i moment i parë, e pyetje interesante kjo, bëra një dy vrejtje. Një dy vrejtje që... Të tipit? Të tipit që zdesha për mua ishin si klishe, humnin atë spontanitetin e naivitetin, ironinë, ose... Shiko, qasja ime edhe në letërsi, ose edhe në kinema është përpiqut të japësh krijosh imazhin sigurie neutral, sigurie asnjënës dhe lëre ngjarjen vetë që ta ngacmoj publiku ta nxjerr vetë konkluzionin. Pra, edhe kjo është gradë që i bën, ta manipulosh publikun që ti duket ti sigurie, po je vetëm sa fakte spontane dhe kjo është qasja ime. Dhe shpeshherë kur ti bën hyn në gjysmoralizimi dhe bën të zezme të bardhë dhe mira dhe e keqja, unë ja lek të spektatorët ose lexues. Gjithsesi ju e pëlqyet? Filmi në vjet përgjithshëm më ka pëlqyer shumë, nga për të mos thënë që që filmi më i mirë nga këto përvojat që kisha më vonë. Sa ishin prodhuar në atë periudhë? Edhe në atë periudhë, por unë mendoj që filmi Parullot është nga filmat... Dhe ngjiti edhe sukses në kinema. Kinemaja shqiptare ishte larguar paksa nga filmi gjatë. Është e vërtet... Por Parullat ngjiti, nuk je bileta në disa orare duhet të kërkoje që të gjeje mundësin. U pëlqye dhe me gjitha u pëlqye jashtë shumë. Bajmë në Francë, në festivalin e Cannes që kemi qenë me Gjergjin. Po edhe një sukses ndërkombëtar përveç se kombëtar. Pa exagjerim, po jemi duke parë sekuencën. Pa exagjerim them që jashtë pati një... Ne ishim dëshmimtar vetë. Gjergji, kryesisht Gjergji, po dhe unë naftonin shpesh, kemi pas bërë tur në Francë, për kinema, debate, komunikime, media, u pëlqye shumë. Edhe një pyetje, sa ndikon skenaristi në zgjedhjen e aktorëve? Zero. Tek zero. Gjithmonë është intuita e regjizorit. Se ju pak më parë ose po të doj shpeshherë për aktoren nga lushnja që kishte të mëngulur. I thash Gjergjit të shkoj sa një as. Pjesa tjetër pastaj i takon Gjergjit. Kasti aktorëve. Edhe aq e bëri me dashamirësi Gjergji se edhe atë mund mos e pranonte. Por zakonisht unë kam qasjen time kur shkruaj një skenar, e mendoj nga ana psikologjike kush mund të jetë. Ja sugjeroj, pastaj Artur Gorishti ka qenë zgjedhje gjithçka që e Gjergjit, dhe që zgjedhje e mirë. Që zgjedhje mirë se Turi... Edhe një aktor jo i konsumuar. Jo i konsumuar dhe luajti mirë. Arturi për mua është nga role më të mira. Berti që mirë shumë. Berti, Gim Qiriaqi. Bëri një kas të mirë, Gjergji Birça Hasko, Niko Kanxheri. Bëri një kas të mirë. Edhe fëmijët janë interesant. Që e vështirë se duhet t'i kthejë fëmijët me atë revizionizmi, me ato termat e tyre që ata si kishin qartë shkretë. Sa vështirë ka qenë nga ana fizike të realizoheshin në një film, Parullat, realisht.
Gjergji më ka treguar se unë s'kam qenë që goxha punë, se duhet Se duket e lehtë sikur të vendosësh sagur, po ajo është mos ai ça punë se unë jam ekspert në edhe ndërtimesh. qyteti Pogradecit ka pasur një parull dikur pëpshën në Mosgaboje dhe unë Ilir nga ka qenë përvoja shumë stërmadhe si parull që ta shikonte gjithë qyteti. Unë nga përvoja jam ekspert parulla, se kam punuar 10 vjet duke bërë parulla në normale dhe se është autobiografike. Këtë lloj Që emocioni. është autobiografike Në dhe çfarë malesh bëhet fjalë? unë kam qenë në rrethin e matit. Në për ato kodrat e rreth e qark, na caktonin Po, si në ishte mësuesve elementi me ideologjik i nxënësit, kohës shkonin me për të nxënësit. realizuar. Po që Në fakt, duhet kujdesesh vazhdimisht sepse që punë edhe estetike do ta bëjë mirë. keni sjell një gjë të përkryer në fakt, qoftë në letërsi po edhe në kinematografi me skenarin tuaj. Edhe realizimin e Gjergjit pastaj në përgjithësi si film. Është vlerësuar, parullat është vlerësuar shumë. Dhe Personalisht e kam shijuar në letërsi, e kam shijuar në kinema. Rrallë herë ndodh ndonjëherë atë që ti pëlqen letërsi, të shikosh të realizuar mirë në kinema. Ndonjëherë zhgënjehesh nga lojë aktorëve, nga mënyra si bëhet filmi, ka ndodhur me kryeveprat letërsisë botërore. Është vërtet, unë di që Ismaili për shumë Kadareja shpeshherë nuk mbet e i kënaqur, ka thënë, ka pasur shpeshherë rast të bisedoja këtë temë që librat e tij. Parullat ka funksionuar. Po. Pastaj vjen Kronik Provinciale, por unë e di që titulli origjinal i filmit ka qenë Vera. Po. Më pas u kthye në ndryshoni Kronik sepse Provinciale. shiko filmi u bë bashkëprodhim franco-italo-shqiptar dhe ndryshonte her pas here, plus pati edhe ca problematika të vogla me keq kuptime shumë në sociale dhe atëherë ndryshonim titullin. Mbeti për shumë Ka ngelur Kronik Provinciale. Kronik Provinciale versioni, po boshinjat është në Google, ai producent italian e quante Vera, ndërsa producenti francez Kronik de Ville de Provence, kronik e një qyteti provincial, po. Xhirohet dhe ky film. Këtë radhë me një tjetër regjisor të mirënjohur, por të ndjerin Artan Minarolli, po gradecarin ton, Tanin ton. Tani që e kisha shumë i hapur në kur fusja unë hundët të themi atë në thojza. Keni qenë në xhirimet e filmit këtë radhë? Shumë. Keni qenë, jo si tek parullat. 100% kam qenë. Filmi kishte një temë delikate në fakt. Nuk di si ja keni dalë. Ajo që temë Ka qenë një zhurmë e madhe që ishte bërë me Tjetosh Nishull të Bemblushit, vazhdoj me filmin tuaj. Është e vërtet, po unë shiko, do të dojë... Skenar shumë i guximshëm. Desha të them një mesazh. Na kuptojnë gjithë ata që kanë parë filmin. Se disa e kanë parë se nuk u qarkulloj. Shiko, kur themi Shqipëria ka vlerën që është vërtet vlerë e qëndësishme dhe e fuqishme të harmonisë dhe tolerancës, po quajmë tolerancë fetare, po dhe harmoni fetare shkon, da quajmë, një vlerë e tillë nuk është vlerë teorikisht jashtë realiteteve, një vlerë merr vlerë kur përballë problematikave për ta shëmbur këtë, për antivlerën, pra diku ke vlerën, diku ke antivlerën, pra por dhe këto përpjekjet për ta prishur këtë vlerë, aftësia për ta absorbuar, për të neutralizuar faktorët e prishjes së kësaj vlere dhe atëherë është vlerë. E kuptoj. Kur fitohet kjo. Por, si ka lindur ideja të shkruanit këtë? Ka gjurmë autobiografike? Jo, është një e keni pas dëgjuar nga tjerët? Sali Shia, unë ka pas misi me piktorin, Sali Shiakun. Saliu ma ka treguar një pjesës, kjo është nga tregimet që unë se kam jetuar, po që më tregoj Saliu një... Të mbartur nga tjerët dhe ju e ngritët në Dhe Saliu më tregoj thelbin e ngjarje vërtet, Saliu piktor, dhe me një model dhe një... Dhe unë pasaj me intrigoj shumë kjo. Të themi, thirrja e mishit e erotizmit ke individi dhe individi... Përballë institucionit fetar. Institucionit fetar. Dhe kjo pati fuqin, fare unë i kam dhe një konkluzion, goxha, se shpeshur kështë kuptuar këtë film, po, dhe i kam dhe nëzidhen që komuniteti pati forcë
për ta thithur, për ta absorbuar këtë, dhe e shmangu me shumë arsyetim nga dy palë, dhe komuniteti fetar, dhe ai ortodoks dhe kleriku, jo, edhe vetë kleriku musliman, u ndërgjegjësua dhe u tërhoq vetë nga kjo që konkluzioni që një shoqëri ka aftësinë për ta ruajtur vlerën edhe kur ka provokime. Tedi Papavramin ka qenë zgjidhja juaj apo e tanit? E imja sepse pse? Si ndodhi? Tedi më kishte përkthyer një 2 tregime dhe më fton njërë në Paris, unë kam punuar në Paris, dhe më ftoi në një promovim filmit të tij, kishte bërë një serial me Catherine Deneuve. Po, e di, lidhje të rrezikshme është. Bravo. Filmi. Liaison dangereuse, po kjo është. Dhe çudi se nuk e din shumë vetë, E kam ndjekur atë film. Dhe unë isha në një nga shfaqjet, më ftoi Tedi, me Tedin kisha miqësi sepse thash më përktheu një 2 tregime. Dhe pasaj, kur i thash që kam këtu, Tedi u shpreh kështu, tha, unë jam gati me që kam luajtur ato. Edhe doli mirë, loja Tedi. Aktoria është nga Kosova, partnerja, Arta Dobroshi, ajo, madje ajo, mbasi filmi, është aktivizuar me Piero Milkanin, pastaj tek... Jo, mbi gjitha u angazhua, u afirmua me vëllezërit Darden të Belg dhe mori çmimin e aktores më të mirë në Festivalin e Kanës. Jo as për pak as për shumë. Arta me Lorna quhet filmi, është një film i përsosur. I regjizorëve janë 2 vëllezër. Ai kast ka dhe aktor interesant, Robert Ndrenika, Marko Bitraku, që unë e kam shumë për zemër edhe nga parullat edhe tek ndjes pas një aktor karakteri shumë fantastik. Ke 2 filma, edhe ke parullat, e ka qarë aty, po edhe ke ky dhe ke ky castingu i këtij filmi, se tani më la shumë hapësirë në roli. Dhe po thuaj se u morëm të dy dhe u morë, themi, kremi, aty janë bashkë, ai film duhet ka dhe vlerën që ka bërë bashkë ikon e kinematografit. E marim Robert Danica, Gim Qeriaqi, Birçe Hasko, Çim Xhepa, Arta Dobroshi, Marko Bitraku, janë pafund aty, Genc Fuga, janë vërtet shumë aktorë të mirë, të gjithë. Edhe ideali që luan atë rolin e atij djaloshit të çmendur. Ai është bërë regjisor shumë i mirë, ideali atij të Ibrahim Muçajt. Pastaj ai ka casting të mirë shumë ai film. Edhe gjatë xhirimeve jemi argëtuar shumë se ka për situatë. Ju thatë edhe pak më herët që ndoshta nuk ka arritur të përthithet mirë nga spektatori. Mund të ketë një ripremier filmi, mund t'i rikthehet kohës. Filmi është shumë interesant edhe besoj që duhet të ketë një sukses në rikthimin e tij. Në kinema po dali ka është përshtypje kam, po unë nuk jam producent. Nuk kam marrë vëmendjen e duhur të... Jo. As kënaqësinë se kemi marrë as neve, as unë as Minarolli. Minarolli iko tash. Shumë interesant, do ta quaj nga punët më interesante. Dhe harruam rolin e Mirushka Bashit. Jo, do ndalesha. Do ndalesha pak tek Hoxha që është krijuar nga Mirushka Bashi. Unë me Mirushin kam pasur shumë miqësi se bënim not bashkë në Mirushi që mjeshtër i notë dhe do ndiqen nga pas. Dhe di këtë gjë, thash jo për të treguar, po. Ju e keni piketuar rolin e Mirushit për Dhe jo vetëm kaq, po Mirushi ka ndojtur 1 vit përpara duke mësuar syre, lutjet arabisht, ato siç janë ato lutjet, dhe la mjekër gjatë dhe e qau. Aq u përshtat, plus e kapi thelbin, madje kur pati në keq kuptim me komunitetin musliman, shkonim me Mirushin, i shpjegonim kush është thelbi i kësaj dhe u bindën, se fillimisht nuk na lanë, kishim vështirësi për xhiruar në xhami dhe vetë pasaj në la komuniteti musliman, dha lejen, ashtu e mirë kuptua. Por kjo që tha tjo në terma praktik, druaj se nuk do e shfaqin në njërë kjo producent, e ka lënë masdore, se aty ka dhe 1-2 probleme teknike të zërit, ka mos aji që quhet sinkronizimi i zërit me figurën. Janë ca probleme. Unë përpos këtyre problemeve që u thoni, ju që ta riktheni filmin. Madje bëri është me të drejtë kjo që thoni, bëri dhe një rëtëshoja, bëri një program, si e ka ideali që bën për filmat, ka një program për kinematografinë, dhe ai bëri enkas këtë për të bërë thirrje që shfaqen në salla kinemat, se ky film duhet të meriton vëmendje, janë aktorë të shkëlqyer dhe tema që deri diku provokon debat. Kam parasysh, po sigurisht provokon debat.
Kam parasysh edhe rolin e Arben Dervishit, postierit, është fantastik. Unë kam qeshur shumë, të krijonte, po që improvizonte Arbeni. Të vinte lajm me papur zarfin. Shikon, me atë film për Kuriset të Shërasi, kthenim shumë dubla gjatë xhirimeve sepse na kapte gazi të gjithë, se improvizonin gjithë që në mjeshtra. Që edhe Fadil Hasa, ky Aleko Prodani, Ben Dervishi për shumë atë postierin, filloj të këpuset sa batuta që i nxirte vetë, po që shkonin aq shumë mirë filmit, të Ilam shumë rinda dy mbrapa që orë do ju zdoj pres juve se shtosh ata shkuanin se bënin letra, dhe tha e mbaruat ju se s'kam kohë, thaj për rjetin, a qe kokën tonë se ti s'ke pun ti, qup, ore presun, po s'presin ata, e improvizon të më aktorët e mirë. Edhe dy opinione, si ju e thatë pak a shumë që Mirushi u dashurua me rolin edhe s'ka nevoj për opinion, po si kur përfundoj filmi çfarë tha edhe duhet të di edhe një opinion çfarë ka thënë Tedi Papavrami. Të dyve pëlqyen. E pëlqyen Mirushi, madje Mirushi që deri kur iku, deri sa ndorojet që i zëmëruar me mua pse filmi s'po... Nuk fiton vëmendjen e duhur. Pse s'po shfaqet, që s'ishen në kompetencën e mia. Tedi ka një hatërmbetje pse s'bëni promovim Shqipërinë videon, pse s'u bë. Ndërkohë ajo unë isha në Francë kur u bë të njihet edhe kjo është. Uroj që ta ketë një lloj premiere të rikthyer në kohë. Do varet shumë nga kjo producentja. Edhe në kujtim të Tanit të ndjerë. Për mua ishte filmi nga më mirë të Tanit. Uroj që ta ketë një rikthim në sallat e kinemave edhe përballë spektatorëve denjësisht. Urimi juaj vaft në veshën e duhur, mëke. Dhe ndërkohë vjen Ndërkombëtarët me Pluton Vasin. Në këtë rast Plutoni më kërkoi ta romani ka bërë zhurmë dhe provokoi debat goxha mirë dhe keq, negative dhe pozitive që në opinionet për romanin flas. Por të themi falk këtyre debateve u bë bestseller, u shit shumë ai roman. Në Shqipëri dhe jashtë në Itali u botua nuk pati në një jehon, në raport me librat e tjerë, në Norvegji pati goxha jehon. Në Norvegji, në Egypt arabisht goxha mirë, është botuar në disa gjuhë, në Maqedoni, në Francë, jo sa Parullot, në Francë Parullot ka pasur më shumë sukses, po mbaj mend në Norvegji janë shkruar shumë shkrimi po të hapet, i kanë bërë një titull tjetër, e kanë dhuruar titullin, po që është botuar norvegjisht. Në Itali jo dhe aq sa ky popajt, kjo Valsi Lumturis aty ai ka pasur shumë sukses, ndërsa ndërkombëtarët në Shqipëri pati shumë sukses, si libër. Goxha sukses, ribotuar, së ribotuar, plus e sheh impaktin nga njerëzit, unë kudo që vetëm tona, nuk më identifikojnë me tjetër gjë, po thonë i ndërkombëtarëve. Ka qenë histori personale kjo që keni ngritur artistikisht? Po thuaj se 100%, përveç themi skenave dashurisë, unë duke me humor. Ato janë sajes pëstaj. Nuk e di regjia trailerin e filmit Histori me ndërkombëtarët. Filmi ndërkombëtar. Ndërkombëtar e ka quajtur Plutoni, se Plutoni ishte edhe producent me të shoqen edhe regjizor. Kemi pasur debate me Plutonin. Domethënë, nuk e mora një përgjigje edhe më të saktë. Ngjyra autobiografike nga puna juaj me të huajt? Është pothuajse 100% aty. Aty. Nuk kam egzageruar gjë, se më tonë njërë ka egzageruar, jo. Matija, unë nisa për tjetër qëllim, një mlef ashtu, një mlef personal, pasaj dilte vetin, si duke nga subkonsciencë, themin pandolje, kjo gjithë to mlefet e mbledhore të shoqërisë shqiptare ndaj një farë diskriminimi, nënvletësimi, gati dhe racizëm ndaj shqiptarëve dhe më doli. Dhe këtu e pati dhe impaktin pasaj forcë që nuk që vetëm një qasje ime për opinione për ndërkombëtarët, po që një shoqërie tërë përballë klisheve, stereotipive negative që mbart në kurriz pafajësisht një popull dhe kjo ka qenë
nga tu edhe unë bëra një këndvështrim të kundërt, prit se ju na shifni ne, po ju shohim dhe ne ju. Pra njerëz jemi njerëz që një njerëzore me vlera dhe antivlera, me të meta, me të ashtu. Këtë një farë për të rritur një farë. Mendoje se mund të keq kuptohesh deri diku jo? Jo, keq kuptua shumë. Gjuhë artistike. Jo. Si roman flas, si roman u keq kuptua. Jo, keq kuptua. Nuk u keq kuptua, u muar me reagim negativ nga një pjesë e opinionit ndërkombëtar. Por jo të gjithë, sepse kam pasur dhe reagime shumë pozitive. Pra jo se u keq kuptua. E vërtet është që qëllimi në një plan më të gjerë, për ta mbyllur me këtë, unë nuk desha t'i bje komunitetin ndërkombëtar. Desha të tregoj që jeni njerëz dhe juve dhe një pjesë atyre për të stigmatizuar një farë, thash, perceptimet klishe, stereotipike, negative ndaj ne shqiptarëve, që shpeshherë arrin deri në diskriminime raciste, e cila për fat mirë ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë, po kjo është, po kam pasur reagime goxha negative. I keni marrë me sportivitet? Po dhe jo, në atë fillim, se që gati pati përpjekje institucionale për të më goditur. Po që e goditje në thonjë, se në fundit. Atë që thoni se më mbrojti pasaj vetë Bruxelli më mbrojti, si liria e shprehjes, liria e... Plus unë s'kam emra konkret aty, nuk ka asë Shqipëri, nuk kam dhe asë emra... Kur gjanë. Gjanë dhe është letërsi, unë mbrojta me këtë që është fiksion. Por ka pasur përpjekje, e din institucionet krerët e shtetit asaj periudhe, e din që kanë marrë, ka pasur përpjekje goxha serioze për të qoftë daluar librin, qoftë edhe për mua, kështu në kuptimin për të penalizuar unë, si stigmatizuar, janë historia që... Mik truri kur i thoni këto? I ndodhen dhe unë kur thatë jo nuk që sportivitet fillimisht... Të ndodhin? Shiko, aty ka një, mos bëjë herojnë, aty ka një shkelje etike nga naime, në që kuptim, që unë punonja në institucionet ndërkombëtare. Dhe një të fshehtat. Dhe një, pra atje ku punon, ku me rrogon nuk është e hishme që të, ose etike. E megjithatë liria e njeriut e nënkupton dhe arti në fundit. Kjo që pasaj që ana tjetër dhe në atë ko pati u bëra post-romani, kam pasur një periudhë vështirë, post-romani. Nuk dha rezultat fatmirësisht negativ, konkret, por përpjeket që në shumë të... Po me filmin? Filmi Plutoni... Duke ditur që e kishit këtë kalvar vërejtje zhjeresh? Shiko, filmi nuk pati atë impact, nuk e di pse jo. Plutoni i dha një këndvështrim humor për humor, kurse romani është humor i zi. Aha, e kuptoj. Një farë neutraliteti. Reflektivi. Nuk e di Plutoni, do t'i di më saktë, sepse Plutoni pasaj e shoqëroi filmin dhe jashtë, në disa vende. Nuk kam... Megjithatë, unë kam dëgjuar fjalë të mira përpos kësaj atmosfere mbytëse. Për romanin, goxha, unë vetë personalisht ju thash, mua më mbajmë në atë periudhë që isha i shqetësuar e vërteta, sepse më bënin mbledhje mas mbledhjesh, procese kafkiane, kështu kundër, më vinin në mes aty. Gjithsesi kjo tregon guxim. Shiko, unë nuk dalloj për një guxim në jetën time të flenë. E di pse guxim të parullat, guxim të kronik provinciale, guxim të ndërkombëtarët. Po përgjigjen do ta marr pas publicitetit. Publicitet. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizint me Dardanët. Bira Vatan na bashkon.
Kleenex i ri spray Power Foam pas bardhues, me shkumën super të fuqishme që heq lehtësisht kalkaren, ndërkohë që spërkatë në pozicionin nga lart poshtë për dezinfektimin e vendeve edhe më të vështira për t'u arritur. Kleenex. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë? Shauma e re Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plotë të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. E re, Shauma Stronger for Longer Hair. Të krijuar që të pastrosh dhe të freskosh tualetin ton. Pastër, freskët, vrullshëm. Breslënse. Apo jo? Por ka një mënyrë më të mirë Bref. Bref Power Active. Çdo shkarkim uji aktivizon fuqinë e tij për të mbajtur tualetin të pastër dhe të freskët 24/7. E domosdoshme ta kemi. Provo Bref Power Active. Brendi më cilësor e më i madh i lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jeni duke ndikur një faftes me mua Vion të jeti ftuar edhe në këtë pjesë të tretë Yllieta Liçka. Mbetëm tek guximi, shumë i guximshëm. I guximshëm letërsi në temë, në motive, i guximshëm në kinema me skenaret tuaja. Nuk e njoh veten për shumë guximshëm, të them të vërtetën, po kanë dalë, ndofta spontanisht, ndofta janë tema, edhe unë atë temë për shumë kam një roman të ashi që prapë si jam i sigur në vetë dhe kam frikë se do keq kuptohem. Besoj, përderisa keni kaluar gjithë këto ujëra me notë, nuk mund të zhyteni dot. Jo, çdo gjë është rastësie, është kësa rrë kam provokuar një temë që... Me gjithse ma dojë të pyetjen, me që jemi të guximi edhe që do një gjë që mund të thuhet për planet krijuese për këtë roman, pa zbuluar shumë gjëra, ndoshta edhe një grack që shikuesi, njëkohësisht edhe lexues, sapo dëgjoj publikimin e titullit librit tuaj të radhës, të shkojë edhe të rëmbej. Letërsia e mirë artistike. Ku ta gjej këtë punë, me titullin e nde jam, shiko, kam frikë se keq kuptohet. Kemi disa gjëra të përgjithshme. Kjo pa zbuluar është një roman, ekskluzivisht për një foftes. Është roman perceptimi i klisheizë gjithmonë i medias në kombëtare ndaj Shqipërisë. Kam një përvojë personale. Shqipëria në sytë e botës. Pardon? Shqipëria në sytë e botës. Po, pikërisht si viktimizim për perceptimet klisheise ose shablonet të huajve ndaj shqiptarëve dhe si përplaset me realitetin, po të cilat kanë pasojë jo vetëm për individin në nivel individual, po dhe në nivel institucional, sepse krijohet imazhi. Fatmirësisht ky imazh po ndryshon për goxha për mirë. Gjithsesi është prapë mbështetur një përvojë personale se si s'ka ndonjë sekret, po them dy fjalë. Një ekip televiziv francez të Arteja, televizion shumë i njohur, nëse e dini, erdhën për të bërë një reportazh për kanunin dhe më morën mua si shkrimtar, si guid, si përkthyes dhe shoqërues, dhe me idenë që kush do na ruaj se çdo hap që po grades Korç, Veri, do na vrasi kanuni, mos hap në plumb nga kanuni, nga gjakmarrja, a thotë se gjithë Shqipëria që ngujuar nëpër shtëpia, nëpër kulla. Dhe ky ballafaqi me këtë realitet dhe titullin e kam vënë në kërkim të kanunit, po dua ta si jam sigur dhe mund ta ndryshoj. E kërkuan aq me dhunë që ta
turizonin shoqërinë shqiptare si vetëm shoqërinë e gjakë dhe në kanun, gjë që s'është e vërtet. Dhe aq sa u ka të ndisë pasaj dhe Jam i sigurt që do ketë kjo është pak a shumë që ma kërkua se do të isha besik me juve. Shumë interesante. Faleminderit që mi thatë këtë gjëra ekskluzivisht. Ju uroj suksesin e radhës. E ndjej që jam në finishe, prandaj isha i nxehtë me këtë temën për shkruaj edhe sot kam shkruar edhe këto ditë me. Besoj do të jetë edhe në kinema pastaj. Apo? E kam shkruar në skenar se ky është pikërisht paralelisht sepse është ngjarë shumë me skenar filmi. Është goxha i mirë për skenar filmi. Po si roman do jetë roman i vogël, po unë fatmirësisht tash kam akses në këto botimet huaja, si thua kam viju shpërimin çdo libër që i shkruajm, kam garancinë e botimit në Itali dhe në Francë. Ju thatë agent në Itali edhe shtëpi botuese në Itali? Pra, unë kam një shtëpi botuese, kam vite që kam atë shtëpi botuese, por tash ajo, dhe kjo është për mua dhe treguesi mirë, ata marrin përsipër bëjnë dhe agent letrar një shtëpi botuese, është ndryshe kur të rekomandon për shembull në Amerikë, të rekomandoj e kërkoj unë për të botuar në Amerikë apo e kërkon një shtëpi botuese serioze. Atëherë në këtë rast më propozuan dhe kam bërë kontratën që shtëpia botuese italiane do më përfaqësojë interesat ose promovimin tim në gjithë gjuhët e botës. E kjo është. Uroj që të bëhet më mira në fakt edhe për këtë botim. Për të mirë, është momenti që të kap një agent që është një hap kërcim shumë i mirë për një shkrimtar, se nuk merresh më, është shumë e lodhshme të ndihmosh, të kërkosh, e propozon, kam këtë libër, kam këtë ashtu. Ju kuptoj. Do doja edhe një opinion, ju sigurisht keni parë prodhimet e fundit kinematografike ndonjëherë, ti kur shikon një film që nuk vlen, thua mbaroi kinemaja, por kur shikon një film të mirë, thua ka kinema shqiptare, ka shpresë tek filmi shqiptar. Dua një opinionin tuaj rreth filmave që prodhohen së fundmi, qofshin këto edhe komproduksione. Për hir të vërtetës ka ndonjëherë gjëra që lën për dëshiruar. Shiko, s'do të bjen nga zgras kjo se fillon unë nuk kërkoj emrat të përveçur. Di një gjë që ose aq sa kam ndjekur, kam dhënë shumë vretje, po e themin përgjithësi, pra flas për shihen time. Edhe unë nisur nga shija ime, unë duke bërë këtë pyetje. Por, paralelisht me këtë, ditë them që ka shumë gjëra premtuese kinemaja shqiptare. Janë regjisor të ri, që kanë tjetër formim, tjetër qasje, them se potencialisht shumë edhe është bërë e pranishëm, ka shumë arritje, për shumë me që jemi po flasë, kur bën kritike, ke më rrezik, po ke arritje, Bujar Elimani ka arritje. Ndallohen këto indikacionet treguesit janë lirë ke nivelli i kategorisë A ose B, për shembull filmi Delegacioni me skenar të Minarolit që e mori Bujari, shkojnë festival kategoria A. Kategoria A janë Venecia, Berlinale, Varshava, është bërë Varshava dhe në Varshava ka Delegacioni është i mirë, është film i mirë. Edhe tema është subjekti shqiptar. E kam diskutuar me Bujarin, sepse unë Bujarin e kam shumë mik. Dekord. Dhe të dy, gjetja është e Minarolit, gjetja është e Minarolit, është shumë gjetje e bukur. Bujari është regjisor shumë i mirë, është realist. Me fjalë, nëse doni qasjen time, Shqipëria nuk bën dot, nuk evidencohet me kopime, imitime modernizmi. Shqipëria, sa më origjinale tjetë shqiptare, aq më tepër bëhet pjesë e një mozaiku më të gjerë botëror. Dhe sa më realist, sa më thjesht, t'japësh atë që ke specifike dhe jo t'i ruesh snobizmit, ka shumë klishe snobiste dhe qofse doni një opinion përgjithshëm, po që unë s'jam Shikoni, jam fëmijë adoptuar në kinema. Unë jam... Por që s'më duken i dhe aq e adoptuar.
themi shkrimtar, s'po e quaj veten të adoptuar, por në kinema themi gjithsesi rrimaj distancën për të mos bërë ditë. Qasja është fantastike që i bëni të gjithës. Faleminderit kur ma thoni ju keni vërtet në nivelin e... Realisht jam mrekulluar unë edhe njëherë, se po shkojmë drejt fundit tani të bisedës, jam mrekulluar me letërsinë tuaj edhe gjithmonë kam pritshmëri për atë që shoh në kinema ndonjëherë, edhe çedon kjo pjesë, por në disa raste funksionon. Ju komplimentoj për Parullat, ju komplimentoj për Kronikë Provinciale, ju komplimentoj për Ndërkombëtarët. Faleminderit. Ndoshta edhe për filmin e radhës. Do të kemi një bisedë. Ta kthejnja këtë them se pas keni shihet mirë. Po realisht nuk mungon shija. Por jam edhe kritizer për gjërat që lëm për dëshiruar. E bëra për të thyer një çik të. Ndonjë moment të bukur nga xhirimet e filmit dhe ndonjë moment ta mbyllim me këtë. Ka shumë, po themi një të keq dhe një të mirë. Themi të keqen. Po marrë këtë... Shiko, gjatë xhirimet të filmit ka atmosferë interesante. Ka sfida, ka është e lodhshme, qytetek, po mbaj mend që me që ma kujtuat ke kjo Kronikë Provinciale, kur janë aktorë që kanë përvojë, mbaj mend sado aktor humori ishte një nga aktorit ishte Fadil Hasa. Dhe Fadilin mi ndjes pas tash. Shpeshherë nuk e mbante më të rolin, se rinin edhe pintën e i got me Alekon edhe vinin aty, por mjeshtëria e aktorit që bënin. Që i moment që Fadili duhet bënte kompliment për kryetarin e bashkisë. Ndërkohë, Fadili e ka të rojë si duket e harroj, edhe për ndërkohë aty, se keni parasysh kur bëhet film, vjet zëri, ndriçimi, është një set i tërë, heshtjet, kastja ndaj këtej dhe do përgatitin e saj. Edhe Fadili filloi po e shante kryetarin se mendoj që ishte për çfarë. Ai ishte rrezil burra janë këtej kështu anë këtej, edhe ai bëi un shen, stop, nuk është e kundërta. Në sekondë thashë deri mos e luani, se tha Fadili mos e luani për herë, një të kthy. A çfarë djali për një mjeshtri, një ndrimi më një hershëm, mor një djalë i mrekullueshëm se kena në kryetar bashkie, por nuk e kthej për të hapin kup, improvizonte. Po aty shenjet, ose që aty pati një konflikt midis Birshës dhe në rol, dhe Çim Xhepës, do t'ju kapën kaq keq gjatë për të bërë rolin, u kapën që shu përplasën, pastaj u skuqën të dy edhe i ran gati harruan që ishin ashtu, pastaj ato që ti ma vure më shtërgove shumë, pse u pajtuan pastaj, po më shtërgove shumë fytin, jo s'përgove. Dhe një gjë të gëzueshme. Pardon? Edhe një gjë të gëzueshme nga xhirimet. Unë të gëzueshme kam me Mirushin, pjesët e Mirushit Milat tani mo, se i thash Hoxhën e atë vetmin, trishtimin, dhe mbaj mend që i thash me Mirushin, shkuam ka një skenë që Hoxha e sheh veten si burr, si mashkull, filloi u tërhoq nga ashtu dhe shkoi para pasqyrës, u rregulluan që i krefte ato. Është skenë e bërë nga mua, ose ma kujtuat ke Parullën e gur kam ngulur Gjergjit, kur duke bërë Parullat kë aktori Artur Gorishi me Luiza Gjovanin, i thash Gjergjit aty që dhe improvizimi bëje që bëjnë dashuri dhe duke bërë dashuri prishin Parullat. Dhe doli s'kene mirë dhe u vlerësua jo, se pati dhe një metaforë simbolik të fortë. Sistemin e goditën. Sistemin dhe triumfon dashuria përballë me luftës së klasave. Me që më kujtuat, me që më kërkuat, se tash si mbaj mend, po ke lulet plastike me Bertin, kam pasur këqa skena duhur. Edhe skenat erotike në 3 filmat janë interesante. Parullat guxohet me puthje, te Kronikë Provinciale me modelen, të Ndërkombëtarët me skenat erotike. Ke Parullat, madje ishte ideja ime që për të bërë më thellë diku në Balt, në Shin atë ndaj këtej, po prapë edhe aq sa u bë me atë aktoren Rita si quhet Latin. Po edhe ajo kishte sensualitet. Kurse këtu mbaj mend të Tedi që e ndrojtur, arta që më aktive dhe i thoshe jepi mërtet mëse s'ka film jemi atë Tedi më... Po tek Ndërkombëtarët se janë diskutuar ato skenat? Aty këtoni që e qoj shumë më tepër, edhe që tamam skenë goxhas erotike, sensuale që edhe në roman ka skena goxhat të fortë të kësaj.
Ju falenderoj shumë që pata në studio në këtë rrëfim të sinqert. Ju falenderoj unë, bëm një bisedë gati spontane. Jo, ju falenderoj unë. Jo se nuk më japin të ftuarit, po sot ka marrë vërtet kënaqësi. Ju uroj suksese në vimësi, në letërsi, në kinema, edhe gjithkund në jetën tuaj. Do faleminderit. Ishte shumë. Dhe ju suksese. Faleminderit shumë. Fatkeqësisht nuk ju shoh, nuk ju ndjek, po nga mënyra si menaxhuat këtë intervistë dhe unë ndjeva mirë. Ju falenderoj. Nderuar miq, kemi qenë me Ullieta Leçka, ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16. Takimi radhës të njëjtën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë natë e mirë.